Zjarri në landfillin e Bushatit vijon prej 2 ditësh duke shkaktuar masakër mjedisore në zonë. Zjarri ka marrë për masa të mëdha ndikuar nga era e fortë dhe mbetjet e hedhura atje duke vështirësuar ndërhyrjen për izolimin e flakëve. Si të shihet edhe përmes këtyre pamjeve, tymi i mbetjeve të djegura ka përfshirë të gjithë vaun e Dejes dhe Shkodrën, duke vënë në rrezik shëndetin e qytetarëve. Zjarri në grumbullimin e mbetjeve në Bushat ka vijuar përgjatë gjithë natës, ku prefektja e Shkodrës Holta Duda bëri të ditur se përveç zjarrfikësve të vaut të Dejes, u kërkuan përforcime edhe nga Shkodra, Lezhë, Tirana dhe Kamza. Ndërkohë që banorët janë të shqetësuar për nivelin e lartë të ndotjes. Nëse nuk menaxhohet mirë landfilli, këto kena kry punë. Të çdo lloj bimet nuk bëhet. Çdo lloj perimet, se kam një serë të vogël, vetëm serë në plasmas mund bëjnë, asnjë lloj bime tjetër nuk bën. Këto i herë nuk kanë hap as pëgjera, as dyrë, nuk kena mujt me dalë jashtë prej notjes. Nëse vazhdon kështu, ne do të rrugë me lanë bujqësinë. Po me vazhdu ishtu, i kam thënë e burrit tem, no vazhdofsh ishtu, unë do t'iku të vajzën në Itali. Dhe nuk e danë s'kena që me po mo. Që me të ndësh? Nën kryetari i Bashkisë së Vaut të Dejes nga ana tjetër foli për masat e marra dhe situatën gjatë kësaj të hëne. Zjarri ka vazhduar me intensitet lartë, kjo edhe për shkak të llojeve të mbetjeve që hidhen në këtë landfill. Era e ka favorizuar shumë zjarrin pasi ka qenë me intensitet lartë. Ende nuk dihen shkaqet e rënies së zjarrit në landfill. Grupi hetimor ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë për të parë nëse zjarri ka qenë i qëllimshëm apo është shkaktuar aksidentalisht.